Sulmi I fundit izraelit ndaj fushës së Gazit South Pars ishte një lëvizje kalkuluar për thelluar përfshirjen amerikane dhe për të provokuar një përballje të drejtë për drejtë mes Iranit dhe shteteve arabe të gjirit. Duke shpallur sulmin, zyrtarët izraelit pretenduan se ai është koordinuar dhe miratuar nga SBA-ja, duke I lidhur në mënyrë implicite Washingtonin me këtë veprim. Megjithatë, brenda pak orësh, Donald Trump I deklaroi se nuk kishte dieni dhe për herë të dytë kërkoi që Izraeli të ndalte goditën ndaj objekteve energjetike. Menjëherë pas kësaj, Benjamin Netanyahu thirri me ngud një konferencë për shtyp, duke pohuar se sulmi nuk përfshinte SBA-n. Kjo kontradikt tregon ose një tjetër gënjeshtër të prodhuar nga Izraeli, ose një ndarje të qëllimshme rolesh që I lejon Trumpit të mohojë dijenin paraprake dhe të qetësojë shqetësimet e shteteve gjirit mbi goditjen e infrastrukturës energjetike, gjë që mund të provokojë një kundërpërgjigje të ngjashme nga Irani, shkruan publicisti Jamal Kanj. Sulmi izraelit ndaj kësaj qendre të madhe Gazi shënon një përshkallëzim të rrezikshëm strategjik. Zgjedhja e objektivit nuk është e rastësishme, por një përpjekje qëllimshme për të nxitur një luftë më të gjerë. Ajo është pjesë e një përpjekje të kahershme dhe të errët izraelite për të mbajtur kaos të përhershëm në rajonin e qirit dhe lindjen e mesme. Në këtë kontekst, dhe pa humbur kohë, kryeministri izraelit po e paraqet në mënyrë cinike Izraelin si një korridor alternativ energjie për të anashkaluar ngushtisjen e Hormuzit. Përtej zgjerimit të luftës, kundërpërgjigje të mëtejshme iraniane ndaj vendeve që strehojnë baza amerikane mund të nxisin një luftë më të gjerë ekonomike, duke tronditur rënd tregjet globale të energjisë dhe duke destabilizuar ekonominë botërore, një skenar që kujton recesionin global pas embargos së naftës pas luftës së vitit 1973. Më e rëndësishmja, nëse ka vepruar I vetëm, Netanyahu mund të jetë duke I sinjalizuar Trumpit se kush e dikton në të vërtetë ritmin dhe shtrirjen e kësaj lufte, shkruan Kanj. Her pas here është bërë gjithnjë më e qartë. Kjo është lufta e Netanyahut. Ai I vetëm përcakton rrjedhën e saj, ka treguar se kontrollon politikën e SBA-s në lindjen e mesme dhe Trumpi nuk kontrollon as mënyrën, as kohën e përfundimit të saj, shkruan Kanj. Pyetja kryesore mbetet: si u tërhoq Trumpi në këtë luftë? Dy gjëra lëvizin Trumpin: paraja dhe një ego e pangopur. Fitimi e tërheq, por lavdrimi e kontrollon. Fryrja e ndjenjës së madhështisë së Trumpit, e shoqëruar me shfaqje teatrale dhe admirimi, formëson sjelljen e tij. Netanyahu e kupton këtë më mirë se kushdo tjetër, pasi prej kohësh ka treguar një aftësi të veçantë për t'i bërë qefin dhe për të ushqyer egon e tij të fryrë, vlerëson Kanj. Një skenar I mundshëm është që Netanyahu, indikuar nga senatori Lindsey Graham, arriti të bindë ose ndoshta të mashtrojë presidentin amerikan se vrasja e udhëheqjes iraniane do sillte kolapsin e shtetit dhe një dorëzim të shpejtë. Rezultati: tërheqja e SBA-s në një luftë pa përgatitje dhe pa qartësi strategjike. Sipas Kanj, rrjedha e kësaj lufte tregon se ajo I shërben ekskluzivisht agjendës së Izraelit. Ajo udhëhiqet nga amerikan dhe sionistë krishter mesianik, duke avancuar një plan 40 vjeçar të një lideri të huaj që synon të përfshijë Washingtonin në një luftë të re në lindjen e mesme, të projektuar për Izraelin. Për këtë qëllim, Trumpi anashkaloi këshillat e komandantëve të tij ushtarak në terren në favor të impulseve të rrezikshme të sekretarit të tij të luftës, Pete Hegseth. Ngushtisja e Hormuzit mund të bëhet kurthi I kanalit të Suezit për Amerikën, pika që nisi rënien e gjatë të Britanisë, shkruan Kanj, dhe shton se kjo mund të kishte qenë një nga arsyet pse generalet e lartë amerikan paralemruan kundër opsionit të luftës. Një president që premtoi të japë fund luftrave të pafundme dhe që bëri fushat për uljen e çmimeve të karburantit, vështirë se mund të pretendojë mosdije për këto fakte bazë. Kjo shihet qartë në deklaratat shpesh kontradiktore të Trumpit për ngushtisjen e Hormuzit. Ato lëkunden mes një vetbesimi të shtirur, duke treguar mungesë strategjie koherente dhe një model reagimesh të improvizuara. Fillimisht, Trumpi sugjeroi që marina amerikane mund të shoqëronte cisternat e naftës. Kur u vlerësua se kjo ishte shumë e rrezikshme, ai u bëri thirrje vetë cisternave të tregonin guxim dhe të kalonin ngushtisën. Më pas, ai u kërkoi vendeve të tjera të dërgonin anije luftarake për të siguruar kalimin. Pasi u përfshi në një luftë për cilën nuk ishte përgatitur,
Ai kërkoi që të tjerët të ndihmonin në përballimin e pasojave. Megjithatë, shumica e vendeve si Gjermania, Spanja, Australia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India dhe Italia e refuzuan qartë. Kjo tregon se, pavarësisht varësisë nga energjia e gjirit, këto vende nuk duan të përfshihen në një luftë që shihet si në shërbim të interesave të një vendi tjetër, shkruan Kanç. Ky refuzim nuk është vetëm rezervë diplomatike, por një shqetësim real se qëndrimi agresiv i Trumpit e ka bërë luftën më të rrezikshme dhe të pajustifikueshme, sidomos kur kërkesa e tij vjen pas muajsh të tërë përjashtimi dhe ofendimi ndaj partnerëve ndërkombëtar. Kur të gjitha dështuan, Trumpi deklaroi se në një moment ngushtica e Hormuzit do të hapet vetë, përpara se të ndryshonte sërish qëndrim dhe të thoshte se vendet që e përdorin duhet të hapin atë. Deklarata e fundit ishte një ultimatum 48 orësh që kërcënonte shkatrimin e infrastrukturës energjetike të Iranit. Këto ndryshime të vazhdueshme tregojnë një mungesë të theksuar kompetence dhe një qasje reaktive. Vlen të kujtohet se ngushtica, një nga kartat më të forta të Iranit, u mbyll si përgjigje ndaj një agresioni të paligjshëm, thot Kanç. Lufta nuk filloi sepse ngushtica u mbyll. Përkundrazi, ajo u mbyll për shkak të luftës. Kjo shpjegon pse shumë vende kanë refuzuar thirrjen e Trumpit për t'u bashkuar në ato që shihet si lufta e Netanyahut. Përpjekja për siguruar ngushticën e Hormuzit dhe synimi i dukshëm i Izraelit për ta përshkallëzuar konfliktin zbulojnë varësinë e thellë të SBA-s nga strategjia izraelite dhe një boshllëk të madh në politikën amerikane. Si në Irak, agenda izraelite për destabilizim rajonal merr përparësi ndaj interesave kombëtare të SBA-s. Në këtë rast, qëllimi i Izraelit nuk është vetëm të çmontojë kapacitetet bërthamore të Iranit, por ta neutralizojë atë si rival potencial, duke shkatruar kapacitetet e tij shkencore dhe teknike dhe duke fragmentuar në një shtet të dështuar. Në fund, objektivat e papajtueshme të Izraelit dhe SBA-s do të përplasen. Ashtu si George Bushi në Irak, Trumpi mund ta kuptojë shumë vonë se është tërhequr në një luftë që nuk e ka kuptuar kurrë plotësisht, duke lënë Amerikën të paguajë çmimin për një tjetër projekt shtetëndërtimi në një vend, shkatrimi i cilit ishte pjesë e një agjende të fshehtë izraelite, shkruan në analizën e tij publicisti Jamal Kanç.